Përshëndetje miq, sot do të nisim meditimin e kësaj dite nga Psalmi 19, vargjet 7 dhe 8. Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe bën të ditur njeriu e thjesht. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e tij janë të pastra dhe ndriçojnë syt. Jetojmë në një epokë ku njeriu nuk ka mungesë informacione, por ka mungesë urtësie. Nuk ka mungesë zërash rreth tij, por mungesë të së vërtetës. Bibliotekat janë të mbushura, interneti pafund, inteligjenca artificiale prodhon miliona faqe në sekond, por zemra e njeriu mbetet e zbrazët dhe sytë e tij të verbuar për gjërat që kanë vlerë të përjetshme. Te ky psalm, Davidi nuk thotë se filozofia e botës e përtërin shpirtin. Nuk thot që politika e ndryshon njeriu. Nuk thot që pasuria e gëzon zemrën. Ai thot se vetëm ligji, fjala e Zotit ka këtë fuqi. Një nga personalitetet më të njohura të historisë moderne me emrin Aleksandr Solzhenitsyn kaloi vite të tëra në kampet famkeqe sovjetike të Gulagut. Atje ju mor liria, librat, ju mor familja, pothuajse gjithçka ju rrëmbye, por një ditë shehu Razi ai siguroi një kopje të dhjatës së re. Më vonë ky njeri rrëfeu se ishte pikërisht fjala e Zotit që i shpëtoi mendjen nga urrejtja dhe shpirtin nga dëshpërimi. Ai zbuloi gjithashtu se njeriu nuk jeton vetëm duke ndryshuar rrethanat. Ai jeton kur ndryshohet nga e vërteta. Kur del nga burgu ai nuk tha më shpëtoi ideologjia, por ai tha në thelb fjala e Perëndis më riktheu jetën. Kjo është pikërisht ajo që Davidi kishte zbuluar shumë shekuj më parë. Ky psalm, Psalmi 19, përdor 4 përshkrime të jashtëzakonshme. Së pari aty Davidi thot: ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Fjala hebreje për përtërin ka kuptimin e rikthimit. Është fotografia e një udhëtari, pra pamja që na zbulohet për një udhëtar që ka humbur rrugën dhe kthehet mbrapsht përsëri në shtëpi. Sa njerëz sot janë të suksesshëm por kanë humbur shpirtin. Kanë karrierë por nuk kanë paqe, kanë famë por nuk kanë identitet, kanë djegës, por jo drejtim, jo udhëheqje nga Zoti. E pra është vetëm fjala e Zotit e cila e rikthen njeriu tek krijuesi i tij. Së dyti, dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe bën të ditur njeriu e thjesht. Perëndia nuk zgjedh vetëm njerëzit me diploma. Ai ju jep urtësi atyre që kanë zemrën të përulur përpara tij. Historia e kishës është plot e përplot me njerëz të zakonshëm që nëpërmjet shkrimit të shenjtë u bën burra dhe gra me urtësi të jashtëzakonshme. Frika e Zotit është fillimi i diturisë. Së treti, porositë e Zotit janë të drejta dhe gëzojnë zemrën. Bota u premton njerëzve lumturi duke hequr kufit prej tyre. Perëndia sjell gëzim duke na treguar rrugën. Mëkati ofron kënaqësi të shpejtë, por lë një zbrastit të jashtëzakonshme në shpirtin njerëzor. Bindja ndaj Zotit kërkon sakrificë, por prodhon gëzim të qëndrueshëm. Për këtë arsye Krishti tha: ju kam thënë këto gjëra që gëzimi im të jetë në ju. Së katërti, urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë syt. Njeriu mund të ketë shikim të mirë fizik dhe megjithatë të jetë shpirtërisht i verbër. Fjala e Zotit na ndihmon të dallojmë të mirën nga e keqja, të vërtetën nga mashtrimi dhe të përjetëshmen nga ajo që është e përkohshme. Në një kohë konfuzioni moral, Bibla nuk është thjesht një libër çfarëdo apo një libër fetar. Bibla është drita që ndriçon rrugën e çdo shtektari, përfshi mua dhe ty. Ndaj sot, pyetja nuk është nëse kemi një Bibël në shtëpi. Pyetja është: a ka Bibla vend në zemrën tënde? Shumë njerëz e mbajnë shkrimin në bibliotek, por jo në mendje dhe në zemër. E kanë tek telefonin, por jo në jetën e tyre. Nëse dëshirojnë që shpirti yt të përtërihet, ushqihet çdo ditë me fjalën e Zotit. Nëse ke nevojë për urtësi, për udhëheqje dhe drejtim nga Zoti në udhkryqjet e jetës, hape Biblën përpara se të hapësh rrjetet sociale. Nëse zemra jote është e rënduar, kërko përgjigjen e Zotit para se ta kërkosh tek zërat e njerëzve. Dhe nëse je i hutuar për drejtimin e jetës, lejo që urdhërimet e tij të ndriçojnë sytë e shpirtit tënd. Bibla nuk është vetëm një libër që lexohet, por është fjala e gjallë e Zotit për njeriu, që ndryshon çdo jetë që hap zemrën për të. Le të lutemi Zotit së bashku miq. Ati dashur qellor, faleminderit për fjalën tënde.
Fjala jote është e përsosur, e vërtet, e pastër dhe e shenjtë. Kur zemra jon lodhet për të rije me shkrimin tënd, kur mendja jon ngatërrohet me epurtësinë që vjen nga ti, kur sytë tanë errësohen nga fryma e kësaj bote, ndriçojmë me dritën e së vërtetës. Na bëj njerëz jo vetëm që dëgjojnë fjalën, por që e jetojnë atë çdo ditë. O Zot, bekoj burrat dhe gratë, familjet dhe fëmijët që po ndjekin këtë ditë. Mbroj dhe udhëhiqi dhe drejtoj dhe jep na uri në njeriu tonë shpirtëror, për ushqimin e vërtet shpirtëror, për fjalën tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Qofshit bekuar të dashur miq, ky ishte meditimi i këtij mëngjesi. Nëse ishte bekim për ju, ndajeni me miqtë tuaj që të gjithë mund të bekohemi këtë ditë. Pres ju takoj sërish nesër. Deri atëherë, Zoti me ju në çdo gjë që bëni. Miru takofshim.